World Cup në RTK Radio. Përshëndetje të nderuar dëgjues të dashamirë të sportit, edhe ju që po na ndiqni drejt për drejt në faqen tonë zyrtare për atë Radio Kosovës në Facebook. Ju përshëndesim edhe me një emision të radhës që në tërësi ja kushtojmë kampionatit botëror të futbollit, që tashmë ka hyrë në fazën finale të saj, duke marrë parasysh që nga sonte me ndeshjen Afrikë e Jugut Kanada do të nisë faza e eliminimit direkt. Pra 32 ekipe, të cilat do të luftojnë tashmë për trofeun e më të mirit me 19 korrek në MetLife Stadium në New Jersey dhe New York të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Argentina si kampione e botës në fuqi tashmë do të mundohet që ta mbrojë titullin e kampionit, duke marrë parasysh që arritet të realizojë edhe një fitore të radhës, edhe një gol i shënuar nga Leo Messi, duke quajtur në kuotën e 6 golave në këtë kampionat botror, duke u bërë gol shënuesi më i mirë deri më tani. Sigurisht që në kuadër të emisionit special për kampionatin botror do të flasim me dy kolegë gazetar të sportit, sepse ka më mirë se me kolegë të sportit flasim lidhur me atë se çfarë ne nuk e shohim, apo ju që nuk dini më shumë informacione apo prapaskenat të cilat vijnë nga kampionati botror, më së miri gazetarët dinë edhe ta ilustrojnë dhe natyrisht do ta bëjmë një bisedë, po besoj shumë, edhe shpresoj që do të jetë shumë ndryshe për faktin se kam nderin që për pak qaste ti prezantoj dy profesionistë jashtëzakonshëm me të cilët ndajmë fushat dhe terrenet sportive tash e 2 dekada, sigurisht që për këtë do të flasim. Në fillim dua të falenderoj Vlera Sport për këtë koreografi, për këto panela dhe këto rekuizita të cilat na ka sjell me pronar Faton Paqarada. Faleminderit shumë Vlera Sport. Dua të falenderoj ekipin realizues në përbërje të Faruk Bajramit, producent në emision, organizator Remzi Mustafa, pjesë e redakcisë së sportit Fatos Preniqi, ekipi realizues Bari Morina, Driton Bunjaku, të cilët pakta nuk bën asesi, sepse ju që po na shikoni drejt për drejt në Facebook dhe ju që po na dëgjoni në valët e Radio Kosovës, të kemi një ton të pastër dhe sigurisht të dukemi mirë. Ashtu si që jemi sigurisht, por të dukemi pastër dhe natyrisht të kemi në aspektin teknik gjithçka të funksionojë siç është më së miri. Unë të më tha që ju falenderoj shumë edhe juve që po na shkruani vazhdimisht dhe që po na inkurajoni për punën që po bëjmë, sepse kemi të bëjmë një kampionat jashtëzakonisht voluminoz. 40 ditë të plota do të ketë ky kampionat botëror i futbollit. Në ekran tim të djathtë është Ejup Lumnica, redaktor i sportit në Ballkani.info. Ejup, mirë se erdhe në studion e Radio Kosovës. Faleminderit shumë, është kënaqësi gjithmonë të jem në studio. Po të pëlqen studio? Shumë e bukur. Shumë e bukur, një ambient i mirë, pak i nxehtë, po botërori bën nxehtë gjithçka. Është vera. Vera, sigurisht. Gjithmonë vera sjell nxehtësi. Faleminderit shumë për praninë e tij. Është Lavdim Pireva, një gazetar shumë vjeçar, i cili punon në Telegrafi. Lavdim, mirë se erdhe. Mirë se vjeta. Është kënaqësi të kemi. Kënaqësi edhe jemi. Keni deri në orët e buna. Po. Po isha ndrym natës, jem të majt këtë ndrrimin pe orës 00 deri në ora 7-8, varësisht po kondishje. Dillën e komun, radhën edhe për fat mi qëllun ndeshjet e mira. Portugalia me Kolumbin, edhe pse nuk solli golla, solli ndeshje shumë mirë. Pastaj edhe Austria me Algjerin, gjithë besonin që të shkoj barazim pas ju komenton të dyja, po barazim me asnjë spektakli, sidomos minutat e fundit, ishte kënaqësi me pa ndeshje, pastaj edhe Messi me atë golin e 6 nga goditja e dedimit, po besoj ishte një edhe javleti, që qëndrova deri vonë këtë sa herë javleti se pa ndeshje shumë mira. Tash ka fillu apo fillon në fakt. Kjo faza e eliminimit direkt që tashmë nuk ka mundësi për përmirësime. E vërtet, tash po fillon kampionati botror i vërtet. Janë me 32 ekipe më të mirat. Faza e grupeve që shepom shumica prej favoritëve kalun, heq Uruguayn që menoj që ishte pa fat në ato dy ndeshjet e para, se me Spanjën dha maksimumin, po kundër Spanjës. Realisht, pjesa tjetër favorit që i kena prit janë këtë fazë dhe po besoj që tash fillon futbolli i vërtet, ku që aty gabimet nuk më nëshmi përmisuma. Nuk falen. Me që jemi në fillim, sigurisht që do t'ju njoftojmë dhe do t'ju informoj lidhur me çiftet, sepse është shumë e rëndësishme për ata të cilët dëshirojnë të dinë më shumë. Sonte në orën 21 do të nisë faza e eliminimit direkt, ku do të përballen Afrika e Jugut Kanadaja. Ky takim do zhvillohet prej orës 21 sipas kohës sonë.
Pastaj çiftet e tjera do të jenë Gjermania, Paraguaji, Holanda, Maroku, që me të drejtë mund të konsiderohet si njëra prej takimeve më interesante të kësaj faze të garës. Brazil, Japonia, Franca, Suedia, Bregu i Fildish, Norvegjia, Meksika, Ekuadori, Anglia me Republikën Demokratike të Kongos, Shëbaja do të luajë me Bosnjën dhe Hercegovinën. Pastaj Belgjika, Senegali, Portugalia, Kroacia, Spajna, Austria, Zvicra, Algjeria, Argentina, Kepi i Gjelbërt, Kolumbia, Ghana dhe Australia, Egjipti. E jop 48 ekipe në 16 stadiume në 3 shtete, 104 ndeshje. A e ka meritu, do thotë, futbolli dhe bota një format të tillë? Edmond, ky po quhet si botërori i risive, domthon përveç që luhet në 3 shtete, është edhe teknologjia, më duket se ka ngarku goxha shumë futbollin, tash pastaj edhe vari me atë ndërhyrjet, domthon e kanë shtirë një pjesë shtesish, është edhe verifikimi i gjujtjes nga këndi, topat me shumë qipa, domthon është një kampionat i risive, formati më veç e përmendë me 48 ekipe, por megjithatë po mendoj se është një kampionat shumë interesant, ka pas shumë befasi, kjo bën futbollin kampionatin më duk më bukur. Megjithatë ka funi gjërat nisen me marrë vend, kombëtarët e mëdha veç e kalun këtë fazën e parë, përveç unë mendoj se befasia më e madhe është eliminimi i Turqisë, ndoshta nuk kena prit që Turqia do të eliminohet mas 2 ndeshjeve, domethënë ndeshjen e tretë e kaluve sa për prestigjë, sepse e humbi mas 2 ndeshje. E ka zënë haku i Kosovës. Sigurisht që diçka ndodhi. Unë mendoj se Kosova ka merituar ndoshta jo po shumë më shumë se Turqia, sidomos mas paraqitjes që i pon botror, do ta donin tashin në Kosovën, kishte më pas paraqitje shumë më të mirë. Por ja që futbolli ka këto, gjë befasia e këndshme kisha më thujt është Kepi i Gjelbërt, na shumë pak kena dëgju për ky kombëtar, por në fush na ka befasu, domthonë ndeshjen e parë me Spanën e llogaritë mundu befasi, por megjithatë e vazhdoi ato edhe me merit mendoj se e kualifiku. Sa i përket kombëtarëve që pak kem përmend, por që kanë zhvilluar futboll të bukur, them se është Norvegjia. Hiç ndeshjen me Francën e zhvilloi me ekip dytë, por Norvegjia mendoj se ka zhvilluar një kampionat edhe mund me mri shumë lart. Gjithsesi është një kampionat interesant. Amerika është shtet shumë i madh, është të lashe për tifoz, është të lashe për ekipet, sepse ju vjen me udhëtu shumë. Megjithatë, deri tash e ka dhënë provimin dhe mendoj se ka sjell futboll shumë të mirë. Lavdim, je duke përcjellë dhe sigurisht me mediumin tuaj, me kolegët tuaj që i keni në redaksi 24 orë, do thotë 24/7 kampionatin botror. Çka e vlerëson për punën e një gazetari, duke marrë parasysh që është një format ndryshe dhe është koha jashtëzakonisht jo shumë e favorshme për Evropë. Formati une shumë nuk pajtohen që më i mirë ka qenë ai kalumi me 32, por unë po mendoj që ky është më i mirë, shkaku që jap mundësinë edhe shtetet që tha Lumnica si Kepi i Gjelbërt, nesër Kosovës, Shqipërisë, është një format që lejon më shumë shtete me marr pjesë, edhe po besoj që futbolli të vijnë masovizëm, çdo herë më shumë. Edhe vetë fakti që në Amerikë kanë prit, që tha Lumnica që ndoshta nuk ka më shku mirë, por besoj që është shku gjithçka perfekt. Edhe ajo hydration break që kanë bë për më fresku lejtarët, edhe ajo një risi shumë interesante se shumë trajner për përdorin nëse time outin basketball për mi ndryshu gjanat. Si gazetar, pak më i lodh shumë ky muj, realisht, ngjarje më shumë, lajme më shumë, sidomos janë interesante këto lajmet për heroj që dalin nga Kupa e Botës, siç ka edhe pa i portieri Vozinja, i cili në moshën 40 vjeçare fitoi popularitetin më të madh që ka mujtë të fitu në karrierën e vet. Pastaj janë edhe këta legjendat e futbollit që lajmet për ta kanë interes të jashtëzakonshëm të lexuesit të Telegrafit. Botroli Edmond është interesant, jo veç në fushme po sjell edhe pravaskena interesante. Unë posh konferencën për shtyp të trajnerit të Gjermanisë, edhe një gazetar e pyeti, tha si është siguria e kombëtarës së Gjermanisë, sepse kena dëgjuar se ato po ka shërbëzharni. Edhe ai u përgjigj me shaka, tha po, tha ka qenë një anakond shumë e madhe, megjithëse që senet po rriten shumë më. Edhe masane u kthyen në seriozitet, tha po, ka qenë një gjarpër shumë i vogël, tha po na i duam koshte dhe nuk na ka rreziku kur gjë. Masandej ishte edhe deklarata e Hallandit pas ndeshjes me Francën, edhe tha pritni se kena më taku prap
Kështu që i lutem me ekip dytë. Domthonë futbollin e bën interesant edhe pra paskenat edhe po ndodhin janë interesante në është për shembull ndërprerja ndeshjes të Francës për 5 minuta ta po edhe u shty tani disa 2 orë gjys 2 orë gjys me tornado. Është interesant. Po kjo po mendoj se nuk ja hubi shin botërori vetë sa e bën më interesante dhe më jashtë. Botërori spektakël duhet më marr si spektakël. Po sigurisht kjo ka bërë ndoshta që tashmë kemi më shumë mundësi informacioni. E vërtetë. Sepse këtu ka ndodhur në kampionatet e kaluara. Ka ndodhur për shembull në vitet e 70-ta kur futbollistët janë kthyer në shtëpi, kanë shku gjërave tjera, pastaj janë kthyer, kanë zhvilluar ndeshje, kështu që atëherë ka pas më pak informacion. Kur e lexoj disa storje të kampionatit parë botëror që kanë dhënë këtë ekipet e Evropës me një anije, golla shënuesi i finales nuk e ka pas një dorë. Për shembull janë lajme të jashtëzakonshme që edhe sot vlejnë për lexuesit kanë dëshirë mi lexu edhe mi dëgju. Edhe mezi janë grumbulluar 16 ekipe. Po sot është mundësia për informacion shumë e madhe, domethënë secili që është pjesë e ndeshjes ose stërvitjes mund me bo lajmin, me bo videon edhe mu konsumu në krejt botën. Qa ke interesant, në ditë e pash një fëmijë verbër me babojnë e ti, e ke shkryuaj një dërras në formë të fushës, dhe ja të regoj ke aksionin dhe golën e Ronaldo. Me thonë, botërori sjell këto ngjarje, këto histori të jashtëzakonshme që vlejnë shumë, sidomos për masovizimin e sportit. Është një festival. Për e fundit, jo vetëm ata të sportit, gazetarët e sportit, por kjo përcillet nga gjithë. Gjithë, e vërtet. Kjo është e shira. Ma shumë më interesant është edhe politikës e botës, që shkruajnë për botën e magazinës, për muzikë, ju intereson kampionati botëror dhe janë realisht me neve në stop ato dhe japin mendime dhe na i ndëgjojmë me kënaqësi pasi që është kampionati i gjithëve, jo vetëm gazetarëve të sportit. Po me siguri është 40 ditë. Mo na më shumë të impresion gazetarë se njerëzit po na pyesin kush fiton. Në jashtë di. Kjo nuk është e pamundshme me ditë kush fiton, sidomos tash na po çana bën ekipi i gjerëve. Unë për veti për atë vend kam dëgjuar veç mas kualifikimit botëror, nuk kisha dëgjuar kur për atë vend po dul ai portieri prej sa pat 300.000 ndjekës në Instagram, shkojtë në 10 milionë. Po 10 milionë që shkeli, domthonë është një kampionat interesant. U do ta quaj interesant edhe joshës dhe tash pas kësaj faze unë e them fillon kampionati i vërtet, nuk ka vend për kalkulime se në ndeshjet e treta mendoj se disa kombëtarë ndoshta kanë bë kalkulime me ik në fillim për bollive me kundërshtar të fortë. Tash fillon nuk ka vend për kalkulime dhe kalkulimet sportive. Po, që secili e dëshiron një kundërshtar ndoshta më atje. Po. Për shembull Portugalia dëshironte me ik për bolle direkte me Spanjën edhe tash është në vend dytë, por megjithatë tash është ka shumë më shmang sepse Spanja do të lumë me një skuadër të pozitës tretë në grup. Domthon këto janë kalkulime që disa kombëtarë ndoshta kanë shumë më bë, fillim pe kësaj faze nuk ka gjithçka është e qartë edhe din rrugën e vet deri në fund. Edhe pse mendoj se Argentina këtë herë është me fat. Sa i përket rrugtimit, po para fillimit të kampionatit kemi pas 4 favorit që janë përmend si favorit kryesor. Domthon ka qenë Franca, Portugalia, Spanja edhe Argentina. Dhe tash nëse e shohim rrugtimin, domthon Franca, Portugalia dhe Spanja janë në pjesë, vetëm Argentina është në krajin tjetër. Edhe pse i ka dy kombëtarë shumë të fortë. Unë kam llogarit Anglinë më mirë se Portugalin. Po, edhe shkaku i përzgjedhësit e ka më të mirë besoj. Anglia Tuchel është një trajner i konfirmuar. Edhe pse është kritikuar shumë kur e ka bërë. Është kritikuar shumë për listën, po del që lista e tij është e qelluar. Është e qelluar pasi ka marrë lojtar qysh ai e sheh edhe don me lojën Anglia do ta ketë me Kongo. Po me Kongon, po mundësia për me ardhur në gjysmëfinale është me Argentinën. Besoj se me Argentinën. Këto e kanë rrugën më të lehtë. Fillimisht do të me luajë me Brazilin. Po. Nëse kalojnë dyja, normal. Po është në pjesën tjetër është edhe Gjermania, mos ta harrojmë një kombëtar shumë të fortë, Franca, Holanda po luan futboll të jashtëzakonshëm. Po edhe mua unë pajtohem se Anglia më ka pëlqyer shumë, kish ekip. Domthon nuk është që bazohet në individ, po është e ka grupin shumë të fortë si ekip edhe unë mendoj se këtë herë Anglia ka me arrit lart edhe le të realizohet ëndra aty në is coming home në fund. Deta pas 60 vite. E dim se ata afrohen deri nga në fund gjithmonë një del diçka që e kemi thënë si me shaka me diskutim me panelistët, me mysafirët që Anglia mos shqetësohet se nuk është Italia.
Nuk është Italia në kampionat botror. Është shumë e vërtet. Domthon Italia është një lloj mote e zezë për Anglinë ku ka zatet e kanë poshtë, po këtë nuk e ka dhe le të shohim, le të shpresojmë që unë do doja ta shija, sinqerisht do doja ta shija Anglinë në finale, ka dhënë shumë futbollit edhe meriton që kjo Angli të tash futbollit të jep diçka Anglisë të arrijë këtë trofeun e madh, këtë ëndrrën e madhe. E duan futbollin, dim çfarë ça japin ata tifoz për më arrit deri këtu. Të shohim, kanë ekip, kanë potencial edhe pse jo, rrugën e kanë pak më unë do ta quaj pak më të lehtë sepse nuk ka më kombëtare të lehta, por nëse shohim në letër i bën që e ka rrugën pak më të lehtë, edhe të shohim se si do të jetë fundi. Është një pyetje që qarkullon në internet duke marrë parasysh që bosnjakët janë ata mjeshtër të humorit. Këto nëse mu themi ato shakon që e bëjnë në Facebook, është Mek or Qebapi. Thot McDonald's apo Qebab, se kanë mu ballavaçu me SBA në takimin e parë. SBA ka pas një performancë për mendimin tim befasues, domthon një performancë jashtëzakonshme. Luan vet, po ka pas një futboll shumë të mirë, një futboll ofanziv edhe me shumë merit, është këtu ku është edhe po besoj që nëse vazhdon kështu, në SBA mund të arritë shumë ana, pse jo deri në shtatë deri në çertfinale, gjysmëfinale. Bosnia ka më pas vështirë, po Bosnia ka një vet, edhe pse u bazuan në ekip në lojtar me përvojë, domthon nuk kem pa që ka shtill shumë lisi janë lojtar me përvojë edhe do ta ketë shumë vështirë, por mbetet e shihet. Edhe pse SBA nuk besoj që ka me leju që kjo mundësi mi dhon me kalu matutje, ka me shfrytzuar dhe ka me ecë matutje. Portugalia do të luajë me Kroacinë, kurse Spanja me Austrinë. Edhe në 1/8 e finales mund ta shohim potencialisht një derbi. Portugalinë me Spanjën. Spanja ka pas vështirësi realisht, e ka të luajë me Arabinë Saudite, e poshtë edhe me Uruguay krijoi pat raste të vënë pjesën e parë me shënu. U prit një Spanjë më dominuese po menoj. Këtë kanë pas si favoritin kryesor dhe kanë llogarit si favoritin kryesor, po për shë që nuk është ekipe pathyeshme. Në anën tjetër Portugalia dhe Kroacia, dy kombëtare që vinë me gabime deri këto. Portugalia të ndeshin me Konga, më besoj që kanë fitu, edhe në fund e hupi vendin e parë pe Kolumbis, një Kolumbi shumë e mirë. Po besoj që këto nëse vesh i eliminojnë, po besoj që janë favoritë ndaj Austrisë dhe Kroacisë, një ndeshje për një vend çertfinale do të ishte spektakolare, po besoj që ndoshta Spanja është pak më e favorizuar, pasi Portugalia po ka shumë vështirësi me dalë lojën e saj. Ronaldo nuk shënoj, e por që është shpesh me vonesë në rastet e kundërsulmeve. Madje e pati edhe një rast, ndoshta 100%, nga afërsia vetëm të ndroi kajën tokë. Ishte një harkim nga e majta, do thotë pak a shumë te i pat rastet, po Kolumbia pat shumë a shumë. Kolumbia është te këto kombëtarët që mund kanë befasu për të mirë. Mund me qenë ajo kombëtarja që dikujna pet mlojave kam ja prish matematikat. Domethënë një ekip që luan njëjtë si Amerika me një shpejtësi të jashtëzakonshme, sulmues shumë të shpejt, e din çka dojnë, një kombëtare që po besoj që deri këto me vendin e parë në grup, ndoshta kurse ka llogarit kanë thonë këtë Portugalia dele para, po një Kolumbi që dule para edhe po besoj që dikujna vetë mojave mund me aprish matematikat. Messi apo Ronaldo? Kampionat botror në përgjithësi, në dyjat. Në dyjat Messi e po ndjat golin nga goditja e dënimit 6 golla në fazën e grupeve. Unë e kom prit që kam performu mirë. Prej dy kom prit që kam performu mirë, po në këtë nivel, lojtari më i mirë i fazës të grupeve me dalë Messi nuk e kom prit. Domethënë kur kena yje si Mbappe, Haaland që në kulmin e vet, Xhamolli po vjen, një super talent, na del Messi me 39 vjet. Gjithë nën hijet e tij. Gjithë kampionati po thuajse një gjel u fut pe bankës edhe e la shej. Domethënë është e çuditshme. Po besoj që ka me shku shumë gjatë dhe lojtar tillë nuk kena me pa. Duket se Messi sikur me ru energjinë edhe me shpos këtë kampionat, shumë i freskët, po luan, domthon
për shumë po vrapon shumë. Pa presion. Është një futbollist, unë mendoj se Messi me këtë performancë që po tregon, thash, në çdo ekip të Evropës, po flas në klubet mëdha pa problem kishte me lu. Ndryshe kisha thonë për Ronaldon, unë mendoj se Ronaldon po e mon vetëm ajo ego e madhe që ka, sepse nuk e ka më forcën që Ronaldo me shfaq atë Ronaldon që i mësu me pa para 5 vjetë, 10 vjetë. Nuk është më, nuk e ka forcën që... Sikur me llogarit Messi këtë kampionatin botror në Amerikë dhe bëni transferimin në Miami, me përshtat kushteve jetës gjithçka në Amerikë, edhe është tu e pas një kampionat të jashtëzakonshëm, që thamë edhe më herët rrugën e ka më të lehtë ndoshta se kjo pjesë analt ku janë ekipet evropiane, po është potencialisht, që thamë, një gjysmëfinale me Brazilin ose Argjentinë. Jo, çerek finale mund ballavaçohet me Brazilin ose Anglinë, po, në çerek finale me Zvicrën ose Kolumbinë. Po besoj që mënyra dhe që shluajnë Argentina është shumë interesante. Domethënë kanë përshtat gjithë lojën për to edhe luftojnë për to. Domethënë shesh që ai nuk kanë ashta nevojë me vrapu sa vrapon një lojtar 12 kilometra, ai mund edhe me 8 kilometra me kryen ashta lojën. Po në momentin kur ekipi është në tranzicion, ai është gjithmonë në pozitën e dur, topi vjen me një lëvizje 2 e gjon portën, domethënë është e jashtëzakonshme. Por unë nuk e kam prit në këtë nivel, normal që kam prit që ka me performu mirë, po me thy rekordet, që gollasheluesi më i mirë tash në histori edhe veç ashtu të e bëj diferencën me Mbappén, edhe pse ai ka mundësinë që edhe ndoshta një ose dy kampionate me klub, po në këtë nivel jashtëzakonshëm nuk e kam prit. Vështirë është me fol me gazetarë edhe me pyet për shembull ka një shef favorit kryesor edhe potencialisht kush mund të jetë fitues. Është problem, gjithë thash Spanjën kam prit që ka me kon ekipa dominuese, po nëse shef fazën e grupeve me 9 pika e kem Francën, me 9 pika e kem Argjentinën, domethënë dy ekipe që nëse vetë kush ka treguar në këtë fazë grupeve, ty do të më thon këto dyja se edhe Franca. Edhe Franca. Po Franca, Argentina, thash. Domethënë unë mendoj që këto dyja janë favoritët, edhe bazë rrugës potencialisht mund të takojnë finale. Nuk takohen po mendoj që finale, gjysmë finale, këto dyja janë për çka kanë tregu, pastaj edhe fusha dhe me tregu diçka tjetër zakonisht. Një akmarrje mundshme e Francës. Po. Për atë finalen e humbur para 4 vjetë. Franca është dy ekip. herët e fundit në finale, një herë fiton, një herë humb, domethënë është një ekip i jashtëzakonshëm, edhe gjithë analistët e botës besojnë edhe zavendësimet kur i bën që thu kush kanë lojë, kush hin, domethënë niveli i njëjtë, ki lojtar në bankën e rezervë që janë të jashtëzakonshëm. Po besoj me një Dembele që kapi formën, me një Olise dhe me Mbappé, janë ekip e jashtëzakonshme pe europianëve, unë mendoj që Franca është një nivel më lart se tjerat me këto që ka tregu. Plus asoj rrezikon pak mrapa, mbrohet me katër që nuk lëvizin në shumë pe pozicione të veta, mbrohet me dy mesoshor, mbrojtës që veç detyre kanë me fitu topin me vonë, dhe sulmi pe kryen punën e vet, domethënë cili pe prej topin është më i rrezikshëm se tjetri. Domethënë kanë kundërshtuar në shkollë. Argentina me një ekip të komponuar, shumë të komponuar, në vazhdimësia saj para 4 vjetëve me 2-3 ndryshime të vogla, një super ekip që si bashkum ka arrit me fitu para 4 vjetëve dhe si vjet. Po besoj që Argentina si grup është shumë i fortë, shumë. Unë po është ndeshjen për shembull me Austrinë çfarë lojë të fortë, çfarë duele zhvillojnë ata sikur me kanë ndeshje finale, jashtëzakonisht një ekip, domthonë ndoshta nuk ka shumë emra shumë të mëdhaj, përveç domthonë Messi që është kulmi, po si ekip po luajnë shumë fort edhe tha edhe lavdime, duket se krejt ekipi luan për Messin, ato përveç që luajnë për Messin, Messi sakrifikojnë për to. Ai Messi ka edhe një tërpruj ato Depay, ai është i gatshëm gjithçka më ju përgjigj, kështu që po domthonë Argentina ka pas një performancë shumë të mirë edhe unë mendoj se Argentinën duhet me pa në finale. Tash ndeshjet eliminatore gjithçka mundohen në futboll, mundohet pasi, por nëse bazohemi në rrjedhën e ndeshjeve deri tash, unë mendoj se Franca dhe Argentina janë dy kombëtarë që mund mu ballavaçu në finale. Harmonia e Argentinës është interesante, harmonia që ka skuadra, po besoj kjo i ka pru deri këtu ku janë, është një ekip total harmoni mes vete, domethënë secili në pozicionin e vet. Edhe kjo ka bërë më të lehtë edhe për Scalonin edhe për Argentinën. Domethënë e sheh që ekipa është shumë e bashkuar, lufton secili për njëri tjetrin.
që është bajagi probleme po për shembull të ekipet evropiane, secili është yll mbeti. Edhe Franca pse e performon mirë, është që ka ato që secili me krye aksionin vetë në raste. Gjithmonë Franca ka qenë e tillë. Ka pas Po. lavdim nuk duhet me harru edhe Brazilin, edhe pse nuk është që është përmend shumë, po e ka një trener të jashtëzakonshëm Ancelotti. Edhe pse kam thonë se nuk di nëse Brazili do të mund t'i përshtatet luajës që lun Ancelotti, po ja ka nisë me marr formën e vet, edhe Brazili nuk duhet me harru. Ka jam në line në ekip, Neymari nuk po mundet me shfaqje po me këto minutat e fundit që ende ka nevojë për mësime. Megjithatë ka ekip mirë edhe mund të na befasojë edhe Brazili ta shohim edhe në finale, pse jo. Në aspektin ekonomik po konsiderohet se një prej botërorëve që tashmë ka arrit. Edhe FIFA ka deklaruar që i kanë arrit ato për të pritshmërive në këtë fazë, duke marrë parasysh që kemi të bëjmë me kapacitetet më të stadiumeve, mesatarja e stadiumeve është 66.000 urse, janë pothuajse këtë rekordet janë të stërmbushura, hiç kësaj tash kur vjen kjo faza tjetër, do të thotë që nuk ka shumë mundësi, do të thotë secili e kërkon një bilet për ta përkrahur ekipin e tyre. A do të thotë që edhe në aspektin monetar është FIFA ajo e cila po pritet që t'i kaloj gjithë ata kupit e asoj paramendueshmës deri tek finalja e madhe me 19 korrekt. Futbolli më tash është bë industri e parë për shumë sa investime shko edhe sigurisht që do të përfitoj shumë, edhe pse unë po një dëgjova një deklaratë Infantinos kur u pyet për këtë pushimin një minutë që kanë në mes ndeshjes, thanë se është bë për shkak marketingu, po ai deklaroi se FIFA në këtë gjatë kësaj pushimi nuk merr asnjë kompani tjera që mund me përfituar që shtin reklamën në mes, por FIFA nuk fiton nga ai pushim. Megjithatë shohim pjesën tjetër, gjithë këtë marketing, biletat janë jashtëzakonisht shtrejta dhe po them, futbolli është njëra prej industrive më të mëdha të parave dhe FIFA ka me fitu se tash e ka edhe një arsye më shumë i shi drejta televizive, ka reklama mes pjesëve. Domethënë po flitet që kompania në Amerikë që i ka fitu Foxi, domethënë deri 850 milionë euro, dykon kam i fitu për këtyre reklamave që ndodhin mes pjesëve. Edhe pse FIFA thonë nuk fitojnë, nuk fitojnë, apo tash automatikisht drejta televizive kanë ushit më shtrejt. Kanë ushit më shtrejt, çështë edhe te tifoz 3 milion tifoz janë kon para se me fillu gati kjo gjëra e tretë e fazës të grupeve, i ka thyr gjitha rekordet. Për të ardhura mirë të allumnisa, biletat janë më shtrejt se kur u prit nështë që faza e grupeve nuk ka me sjell interesim edhe shumë deshi këna me po gjysmë faza stadionit, po realisht se cili vend që ka marrë pjesë me tifozët e tyre e kanë bë spektakël. Po para mendoni çfarë mund të ndodhë në finalen e 19 korrik. Domethënë e 94-s, unë pak e moj mend që aty kam kujtimet e para të futbollit, ajo finala mes Brazilit dhe Italisë. Në Pasadena. E mon rekordin për shikues, domethënë kjo ka me kon finalja që ka me thy rekordin, ka me kon një spektakël që është në Amerika, senet mi bo sa më të mëdha, po besoj që ka me kon një për finalin më spektakolare në histori. Që në Super Bowl jemi mësu, do të thotë Super Bowl do të thotë që arrin do të thotë shifra miliardësh. Një finale, por kjo po pritet që të jetë aty afër diku. E kanë kuptuar edhe amerikanë që soccer i thojnë ata, soccer më i madh se futbolli i tyre. Është sporti më global në botë dhe edhe ata nëse arrin në çerek finale, gjysmë finale, ka me kon edhe për ta shtysë që me investu, edhe pse kanë ligën e mirë, të fortë, po sjellin nyje, po kanë investu shumë më shumë se futbolli është ndyshe për këtyre sporteve nacionale që i kanë ata. Megjithatë lavdim ka, do thotë se kemi kolegë për shembull, sidomos që vinë nga Ballkani, nga Kroacia, nga Bosna, që janë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e kemi edhe një kolegë tonë që është Arlin Sadiku atje, por megjithatë se është edhe fotografi. Edhe fotografi Bleri Muka, por megjithatë është e jashtëzakonshme, do të thotë shpenzimet dhe kostoja e mbulimit të ndeshjeve, do të thotë nga një cep në cepin tjetër të Amerikës. Duke e di se nga Los Angeles në New York janë diku 4000 kilometra. E vërtet, e thamë edhe në 3 shtete, plus Amerika shumë e madhe, për me i gjithë ato lojt më të mira me shiku, të vinë me udhëtu shumë. Që është e mira, Shtetet e Bashkuara kanë treguar në fillim që çmimet do të rriten në këtë kohë, pasi kërkesat janë shumë mëdha, domethënë i ka caktuar edhe me na qytetit, me metro, me autobus, me lëvizje, ke pas më shtrejt se në kohën normale kur janë.
Po kjo e bën kampionatin botror realisht interesant se shtohet numri njerëzve ato dhe edhe këto udhëtimet pastaj janë pak të lodhshme, po kur të shkon me këshyr ekipe të mira dhe sjell lojve të mira për vendin e ngjarjes, harron pak shpenzimet. Kështu që Kosova nuk ka shku. Ja, se kishim gjetë parë. Ai kishim I gjetë. kishim gjetë gjithë. Ja, Këtë kishim pas Mënyrë për me interes. gjetë Këtë gjithësisht. kishim pas interes me bo marketing Sigurisht. te mediumet që kanë me shku atje me përcjell. Pasi që na Unë me pa- Jupe no, na fillon pa me Kosovën viza. qyshim të përcjell, unë e ku marr. Pa Kosovën qyshim të përcjell, para më me Kosovën. Veç që duhesh me ndryshu orarin e punës, fillimit të punës. Nështë ai duhet me fillu Jo, unë mendoj se- se lojë tona kanë pas Po. më lu vonë. Po ti shkon Kosova, do të thonë nuk e kishim pas problem, po besoj bie shpenzimet pasi që shumë kompani e kishin pa interes me na sponsorizu me. Ndoshta kjo Jo, është edhe nuk shumë ishmi mirë. mungu asnjë mënyrë Po. mbështetja e Kosovës. Asnjë Kemi një komunitet shumë të madh edhe në Amerikë Shqiptare, edhe kështu që edhe në stadion kish me pas shumë tifoz që me mbështet Kosovën. Absolutisht, më thonë janë Po. E dimna. Atë të flaktë shqiptarët të shërbadër. E dimna Kosova që do mbështetet mita. Kosova Kur çdo të shoh stadion Kepin ku e ne shkojmë. Gjelbert, Kuraqan, Bosnë, Po. Shipemush, as që Si diskutu. e këshëm dominu çdo stadion. Veç me Amerikën ashtu ajo se ata vendas, me Paraguajin, me kon kena pas me kon grup na me Australia, Në Australi, Australi. ishëm kon dominus. I bindën një. për Na ka fallën në Evropë, në Evropë mos folën, po edhe atje po. na i besoj. kena dominu kombëtarët në vendas së këtë. Po. Domthon e kemi po në Suedi çfarë ka ndodhur, në Sloveni çka ka ndodhur, jo mo. Unë në Slovaki më befasu nuk kom prit që kam posat shumë. Edhe pse janë mundu Slovakët Po. me minimizu, me kufizu mundësi që tifozët Slovenia. edhe sidomos edhe Slovakët. Edhe mirë, Slovakët dhe Sloven po, dy janë, janë po- mundu, po ishte e kohë domon veç e pam që tifozët ishin të jashtëzakonshëm edhe i dominum. Jo mo në Amerikë edhe po pajtohem plus që kish me kanë një mbështetje shumë e madhe. Po sigurisht një gazetar i sportit jeton për ngjarje të tilla, sidomos kampionat evropian botror dhe lojrat olimpike që janë. Ndoshta edhe Po, ngjarjet më të mëdha Ne që kemi dëshminë më të madhe domon kualifikimi i Shqipërisë në evropian e dim sa kanë bërë tifoz shqiptar çfarë mbështetje ka pas kombëtarja e Shqipërisë. Njëjta gjë kishte menduar edhe atje. Cilla do të ishte, edhe si Shqipëria si Kosova mbështetja e tifozëve do të ishte jashtëzakonshme. Granit Xhaka do të luaj me Zvicrën në fazën e eliminimit direkt. Që po flitet që mund të transferohet tek Chelsea. Chelsea. Granit Xhaka një futbollist shumë i madh edhe ka arrit me ru nivelin, mon edhe në këtë botror për shfaq performancë të jashtëzakonshme edhe domthon Chelsea na e dim çfarë njerëz ka në klub që çfarë skaut që i ndjekin edhe i analizojnë, kështu që ata nuk e kanë pa që Xhaka mundet me zhvillu ende futboll në nivelet shumë larta edhe do të ishte një ndihmë shumë e madhe për Chelsea nëse veç realizohet edhe pse po shihet që është shumë afër edhe gjasat janë gati 100% me shku, po unë do doja ta shija Granit Xhakën në Chelsea edhe do të ishte një arritje tjetër e madhe e tij edhe pse mendoj se ai veç e ka arrit kulmin edhe ku ka shku, ka shkuar në nivel shumë të lartë. Xhaka do të luaj me Zvicrën e tij me Algjeri. Po. Që konsiderohet favorit E padyshim. thash në fillim të emisionit, Austria me Algjerin kjo ajo ndeshja që këtë kanë prit një barazim, po mënyrën që erdhi barazimi, dy ekipet që nuk kanë shtesë. Dhe sidomos Austria e buni 3-3, kanë 5 minuta shtesë, minutën e 6 shtesës, se festoi Algjeria pastaj veç ndrëke kundërshtari i Zvicrës, herë ke Austria, herë ke Algjeria, një kombëtare pa përshtatshme, realisht për Zvicrën, nuk besoj që kam i bë probleme, po Zvicra është një mini Gjermani, domethënë një vend me aq pak banor me marr pjesë rregullisht në Kupën e Botës, me kalu grupet me një lehtësi, kisha më thonë kësaj here, sidomos fiqat barazimin me Katarin, ndeshje tjera, sidomos me Bosnën, ke dominuse. E shoh në çerek finale Zvicrën. E shoh në çerek finale aty ku mundet me u ndesh me Argjentinën, një Granit Xhaka realisht lider, pas asaj humbjes të parë barazimit me Katarin që pranon goll kohën shtesë. Fjalët e tij për ekipin që e shkon ekipin, realisht ta nuk mundna na me pranu loj gol minutën e 90 edhe zavendësimet që vinë me këtë detyrën. Nëse tehen 20 minutat e fundit me atë freskinë tonë do të më dhonë ekipës më shumë ndoshta se lojtarë që janë të zhvilluar 70 minuta. Kjo bën një debat madh në Zvicër
kritiku. Duke u kritiku gjoka, sidomos pe Blikut kanë Liku ko shënjese. Marake kanë çdo evropian botror me bu një tekst kundër ti, tha që është e bu atmosferën toksike, po ndeshjen fill pasoj kundër Bosnës, ku e shënoi edhe penaltin, ekipa ka dhe që janë pas ti një lider i vërtet i Zvicrës, një mesushor i kompletum, sidomos për menaxhimin e lojës, pasimin, sidomos pjesën tjetër të fushës, jo në fushës vetë, pasimet e sakta e bojnë një për lojtarëve më interesant këtë kampionat botror, që ke interesant një për statistika në dy gjyrët para ke, që në fushën kundërshtarën 30 metrat, 40 metrat e fundit, ke lojtarën më shumë pasime dhe Rodrin e kish kalu, dhe me thonë me saktësi. Është një lojtar që e nje topin edhe din me menaxhu shumë mirë. Dhe lufton për ekipin gjithashtu. Absolutisht, dhe me thonë, ku ka lu, ka karakterizu, e një për arsye pëse Xabi Alonso e mrum trajner të Chelsea për dënë në ekipën e vetë, që kënë është ta nuk mundet mi pas 5 vjetë super të mira, po për 2-3 vjetë Chelsea të mundet me ndihmu, na që i ka mungu këti ekipin në vitet e fundit, të rëpom që sa ishte Maresca trener, kem pozitat nalt, mas të largimit ti në mesin e tabelës, ku nuk e meriton tjetë një klub si Chelsea, pasi ka investime miliard që në 5 vjetë e fundit, me donë transferime që i ka bo, jënë me 1 miliard euro, e jënë të thirrë një djalë shqiptar për mi havë regullu me fushën, nështë ta që i ka me konë transferimi ma i lirë në vitet e fundit, pasi që e shumë që i blenë lojtar 50, 70 dhe 100 milion euro, e tash po... Po me gjithë se ka bë buj. Ka bërë buj mediat angleze, sepse po fjallë për... Sunderlandi, kur pe Championshipit në Premier League, shumë e kanë konsideru si ekipa favorite për me mu këthuj prap në nivelin e dytë. Me ardhjen e ti, edhe disa lojtarëve tjerë, jo që siguroj mbijetesën, po i siguroj gorat evropiane. Kjo të regon sa vlen. Sunderland është edhe një pronari është Zvicra. Po, Zvicrane, ka thirrë, ka bind, shumë është interesant, e tregon që shka orë transferimi, kur e ka po numrin e tij telefonit, ai është një për miliarderve Zvicrës, edhe ka bind për projektin, që dul shumë hapi qëllum për to, lojtari kryesor i Sunderland që arrin gorat evropiane, edhe tash Chelsea për lyp në moshën 34-35 vjetë me bëjë transferim, po besoj që është e jashtëzakonshme. Anglezët e njohin shumë mirë, gjakën e njohin shumë mirë, domos si me performancë që kanë pas të Arsenalit një 6 vjet kalu të Arsenalit dhe kanë nivel shumë nalt, kështu që e din kush është gjaka dhe besojnë shumë, sidomos që tha Lavda për një vit 2, unë besoj që gjaka ka me qenë lideri mes fushës të Chelsea, sepse në Angli luhet futboll i fortë, po gjaka është i përshtatë kësaj lojës të fortë. Ajo që duhet ta cekë, domon pse zvicranët e sulmojnë shumë Granit Xhakun, unë mendoj se pikërisht Xhaka është një patriot i madh, domon nuk e ka fshih kurrë identitetin e tij, priordhën e tij. Kjo sikur i ka pengu, sidomos gazetën më të madhe atje, Blek, edhe vazhdimisht e kanë shënjete. Para fillimit të kampionatit botror, të kujtojmë, e ka bërë shqipunin me atë futbollistin me ngjyrë, domethënë ishte një javë para se me votu drejt Amerikës, u bë buj atje dhe kritikuan vazhdimisht. Sot Xhaka ka ndoshta ndaluar me rregullore të federatës me bë shqipunin, me festu me shqipunin. Gjithmonë e kanë sulmu, pse ky kur asnjëherë nuk e ka fshih. E ka fshih prioritetin, edhe është, mendoj se është kapiteni i vetëm i një kombëtare që në konferencë për shtyp kur kalu me Kosovën është deklaruar shqip, ka fol gjuhën shqipe, domthon, edhe pse me rregullore nuk lejon ashta kthe, po ai Xhaka i thën rregullore të Zvicrës nuk i ka vetë kur edhe sekondën mend me vet. Shumë shpejt iki minuta sepse me fol me gazetar është e jashtëzakonshme edhe nuk vëret asnjë, jemi në minutat e fundit. E jo, ato ta kemi në fund të kësaj bisede dhe të këtij emisioni, ato ta kemi trajnerin e parë të huaj që mund shpallet kampion bote me një ekip. Po tash Po, unë them se favoriti kryesor është Franca. Franca ka një trajner francez, legjend franceze, edhe të shohim, po Argentina gjithashtu e ka, Argentinas unë i shoh të dyja si favoritet më të mëdhenj, por them se nëse nuk bëhet Franca kampion, atëherë kisha pas qef shumë Anglia me marrë me Tuhelin këtë ku bote. Edhe kam qef Anglia, që sheta dhe e jubim fillim të emisionit për atë që i ka dhënë futbollit.
Angelotti, po besoj që është trajneri me nivelin më të lartë. Për këtë ajo që ka fitu Me bagazhin që ka. Far bagazhi ka, Ligat Kampionëve, në 5 kampionatet më të forta në Evropë ka fitu titullin. Një trajner jashtëzakonshëm. Trajneri më i suksesshëm Ma- padyshim. Po, padyshim. E kjo e bën Brazilin pak ndoshta që kret më u friksu. Se ai mundet me nxjerr në lepër pe kapuçit edhe me ndryshu lojën në momente vendimtare. Edhe ka qetësinë, domethënë është një trajner që i ka pa gjithçka. Pastaj edhe Tuchel është interesante tham, nuk kam prit anglisht që morrin një gjerman, më u thon para 50 vjetëve, është tash një gjerman kam javë dhe shkëmtarën. Ju kish do çudi e madhe. Po në qëndroj te çështa Lomnica, Deschamps një legjend, fitues edhe si lejtar edhe si përzgjedhës, pastaj Scaloni, që njohin ekipin edhe janë po besoj më të lehta me ekipet, po pse jo edhe Brazili ose Anglia, domethënë janë dy kombëtare shumë mëdha që nëse kishin fituar s'na kish prish qefin ai sen. Faleminderit shumë Lavdin Pereva që edhe në këtë ditë të diel, sepse për gazetarët ditë pushimi nuk ka. Yes. E di që deri në orët e mëngjesit ke punu. Faleminderit shumë që ishit pjesë e këtij paneli dhe këtij diskutimi për kampionatin botëror. Faleminderit shumë për juve për ftesën, realisht u kënaqa shumë, ke kënaqësi e madhe me bisedu. Faleminderit shumë Ejub Lomnica që është vetëm sa për informacion. E kemi njërin ndër dëgjuesit më fanatik dhe besnik njëkohësisht të Radio Kosovës, që e falenderojmë shumë. Emisionet bide jo e Jem rrit me Radio Kosovën, me transmetimet e ndeshjeve, edhe nuk e di, kam di kënaqësi si kur e kam dëgju zonën e Milaimit, zonën e Edmundit, domthonë edhe përpara tyne ka qenë Azembrovina. Domthonë unë jem rrit me zonën e Radio Kosovës edhe është kënaqësi të jem këtë shtëpinë e juve edhe shumë faleminderit, ndihem i nderuar që jem pjesë e këtij panelit. Faleminderit shumë Ejub Lomnicës, faleminderit shumë Lavdin Pereva, dy kolegë gazetarë të sportit, me të cilët sot diskutuam në këtë panel në kuadër të emisionit special që në tërësia kushtojmë kampionatit botëror të futbollit. Edhe kjo e diel përfundoi, por jo gjithçka, sepse kemi hyrë tashmë në gjysmën e rrugës deri në finalen e madhe më 19 korrekt kur do të zhvillohet edhe finalja e kampionatit të 23 botëror të futbollit. Në emër të ekipit realizues të emisionit të sotëm, faleminderit për vëmendje, faleminderit të Vlera Sport për këto pajisje, për këtë koreografi të bukur që i kemi në këtë studio. Faleminderit shumë dëgjuesve të cilët vazhdimisht na shohin. Ne do të takohemi sërish nesër në të njëjtën kohë dhe me panelistë të tjerë. Faleminderit shumë. World Cup na RTK Radio.